Dhe gjersa më përcolli deri te dera, siç gjithmonë ai e kishte zakon, më tha: Fadil Pupu, rreni pa marak se unë mirë jam shoqër, dhe sot e nesër më thanë mjekët e kysmet drejtën në buruj, se tash vjen pranvera me natyrë e lule të mira. Edhe kam ymyr të madh se edhe Hashimi këtë pranverë, varë Zoti pa na vjen, për cilët me ndërimet e larta prisi kësaj familje adhetare për në banesën e tij të fundit, bashkëndjem dhimbje me nënën Hyr, me presidentin Thaçi, djem dhe vajzat e Bactagji, i cili na dha mësim se liria është e shenjtë dhe do të punuar e luftuar për të. Haxhi Thaçi është pjesë e brezit që mbolli faren e lirisë dhe ujiti atë me përkushtim të jashtëzakonshëm e me sakrifica të mëdha. Prandaj, ai sot i la trashëgimi historike Kosovës. Ne i ndjejmë rrahjet e fundit të zemrës së tij. Një fat që nuk e pati ai i cili kujtoi rrahjet e zemrës të stërgjëshërve tonë, në momentin më kulmor të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Baci Haxhi, jo vetëm që iku nga kjo botë me mallin për djalin e tij, që të shmallej në moshën e pleqërisë, por iku pa e kuptuar pse Hashim Thaçi, si një nga qëllimtarët e Kosovës që e solli lirinë, po vazhdoi të qëndrojë në një ambient burgu i jashtë vendit e tij, për cilën punoi dhe luftoi pareshtur deri në nëntorin e vitit 2020, për të vazhduar sot e kësaj dite betejën për drejtësi. Me vdekjen e tij, pushuan dhëmbjet fizike që e rënduan kohëve të fundit, por jo sa ato që shkaktohen në shpirt kur nuk e ke afër fëmijën tënd, atë fëmijë që e lind, e rrit dhe e bën të marrë në dorë fatin e një populli të tërë. Jo shumë larg nga dita e sotme, teksa i bëra një vizit në klinikën ku po kurohej, e gjeta me vullnet të fortë e shpresë plot. Dhe gjersa më përcolli deri te dera, siç gjithmonë ai e kishte zakon, më tha: Fadil Pupu, rreni pa marak se unë mirë jam shoqër, dhe sot e nesër më thanë mjekët e kysmet drejtën në buruj, se tash vjen pranvera me natyrë e lule të mira. Edhe kam ymyr të madh se edhe Hashimi këtë pranverë, varë Zoti pa na vjen, e po e bëjmë një fest që shëdërani.